Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku jep urdhër mos konsumoni banane nëse vuani nga këto sëmundje. Nga të gjitha vaktet që konsumojmë në ditë, mëngjesi është absolutisht më i rëndësishmi. Këshillat e ekspertëve thonë se në mëngjes duhet të hamë sikur të ishim mbretër në stasinë e marrjes së ushqyesve më të rëndësishëm, dhe megjithatë këto këshilla shpesh bien në vesh të shurdhër, fal stilit kaotik të jetesës dhe jo vetëm. Në shumicën e rasteve njerëzit nuk kanë kohë të ulen në tavolinë e të hanë mëngjes, ndaj mjaftohen me një banane. Sipas ekspertëve, ky frut është padyshim mirëbërës për organizmin dhe ju vjen gjithashtu në ndihmë zemrës dhe trupit. Banania mirëmban tensionin e gjakut, lufton depresionin, konstipacionin, urthin dhe ulçërën. Ky frut përmban hekur ndaj stimulon prodhimin e hemoglobinës. Kur duhet ngrënë banania? Në një kohë kur vlerat e bananes janë të pakundërshtueshme, ekspertët gjithashtu janë të ndarë me grupe mbi ngrënien e bananes me stomakun bosh apo plot. Disa ekspertë thonë se bananet janë plot me kalium, fibër dhe njëkohësisht magnez që e pajisin organizmin me shumë energji. Ata thonë se banane duhet ngrënë çdo ditë edhe për vetë faktin se përmban vitaminën B6. Sipas tyre, banania nuk duhet ngrënë me stomakun bosh sepse niveli i lartë i sheqernave në gjak gjithashtu mund të jetë afatshkurtër, por më pas ju do të jeni të plogësht. Bananet nga ana tjetër ju ngopin më shpejt dhe ju bëjnë të ndiheni të përgjumur ose të lodhur. Për shkak të aciditetit, ju mund të keni probleme me zorrët. Ekspertët britanik shprehen se mirësia e bananes duhet shfrytëzuar pasi keni ngrënë mëngjes. Për më tepër, përmbajtja e lartë e magnezit mund të prish ekuilibrat mes kalciumit dhe magnezit në gjak, duke shkaktuar një efekt të kundërt në sistemin kardiovaskular. Shumë profesionistë të tjerë janë njëkohësisht të mendimit se frutat në përgjithësi nuk duhen konsumuar me stomakun bosh. Një mënyrë e thjeshtë për t'i ngrënë ato është duke i kombinuar me ushqime të tjera. Këshillat më të mira për konsumimin e bananes. Bananën ju mund ta hani në mëngjes duke e kombinuar me ushqime të tjera, duke shmangur kështu shqetësime të panevojshme. Ju mund të hani tërshër me qumësht, me banane ose të kombinoni fruta pylli, banane, dritra dhe kos. Ndërkohë, shumë njerëz kur zgjohen dhe duan të hanë mëngjes, zgjedhin diçka të lehtë, pa përgatitje të veçantë për të mos u vonuar në punë. Disa njerëz nuk kanë kohë për të ngrënë siç duhet ose zakonisht nuk hanë fare. Të gjithë e dimë se mëngjesi është vakti më i rëndësishëm i ditës, e bën metabolizmin të funksionojë në një mënyrë tërësisht aktive dhe ndërkohë na jep energji. Pra, është e nevojshme që ne të hamë mëngjes për çdo ditë dhe kështu ju do të keni përfitime vërtet të jashtëzakonshme për shëndetin tuaj. Sipas ekspertëve, pancakes, prosciutto dhe kosi janë një ndër mënyrat më të mira për ta nisur ditën tuaj. Megjithatë, shumica e njerëzve zgjedhin që të pinë vetëm kafe. Nëse e keni stomakun bosh, atëherë ju mund të zgjidhni me patjetër një vak të lehtë ose fruta. Megjithatë, këto ushqime nuk janë më të mirat. Cilat janë ushqimet që duhet të shmangni me stomakun bosh? Ne mund të dimë disa gjëra themelore, por ka ushqime që nuk duhet i ha me stomakun bosh në mëngjes. Shumica e njerëzve e dinë se nuk duhet të konsumojnë akullore dhe ëmbëlsira për mëngjes. Megjithatë, ka shumë ushqime të shëndetshme që ju mund të dëshironi të shmangni. Disa nga ato janë të mira si pjesë e mëngjesit, por jo për të konsumuar vetëm.
Shumë njerëz u pëlqen të hanë portokall ose grapefruit për mëngjes, por kjo mund të shkaktojë probleme. Hërti Sall shpjegon se agrumet mund të irritojnë pjesën e poshtme të ezofagut, veçanërisht nëse i hani me stomakun bosh. Mund t'ju habis, por bananet nuk janë zgjedhja më e mirë për mëngjes. Sipas Brightside, ato mund të rrisin në mënyrë dramatike sasinë e magnezit në gjakun tuaj. Kjo ndoshta do t'ju lëndojë edhe zemrën. Sipas ekspertëve, kjo nuk do të thotë se bananet nuk janë të mira për shëndetin, thjesht ato duhen konsumuar në kohën e duhur dhe në mënyrën e duhur. Bananet janë një nga burimet më të mira të frutave me vitaminë B6. Vitamina B6 nga bananet thithet lehtë nga trupi juaj dhe një banane e mesme mund të sigurojë rreth 1/4 e nevojave tuaja ditore për vitaminë B6. Vitamina B6 e ndihmon trupin tuaj pasi prodhojnë qelizat e kuqe të gjakut, metabolizojnë karbohidratet dhe yndyrat duke i shndërruar ato në energji, metabolizojnë aminoacidet. Vitamina B6 është gjithashtu e mirë edhe për gratë shtatzëna pasi ndihmon në plotësimin e nevojave të fëmijës së tyre për zhvillim. Ndërkohë, bananet janë një burim mjaft i mirë i vitaminës C. Një banane e mesme do t'ju sigurojë rreth 100% të nevojave tuaja ditore për vitaminë C. Vitamina C ndihmon duke mbrojtur trupin kundër dëmtimit të qelizave dhe indeve. Trupi juaj thith hekurin më mirë. Trupi juaj prodhon kolagjen dhe gjithashtu ndihmon shëndetin e trurit duke prodhuar serotonin, një hormon që ndikon në ciklin ton të gjumit, humorin, stresin dhe dhimbjet. Ndërkohë, mangani në banane është mjaft i mirë për lëkurën. Një banane e mesme siguron afërsisht 13% të nevojave tuaja ditore për mangan. Mangani ndihmon trupin tuaj të bëjë kolagjen dhe mbron lëkurën tuaj dhe qelizat e tjera nga të gjitha dëmtimet. Kaliumi në banane është njëkohësisht i mirë për shëndetin e zemrës tuaj dhe presionin e gjakut. Një banane e mesme do të sigurojë rreth 320 deri në 400 mg kalium, i cili plotëson 10% të nevojave tuaja ditore për kalium. Kaliumi gjithashtu e ndihmon trupin tuaj për të patur një zemër më të shëndetshme, më të mbrojtur dhe njëkohësisht ndihmon për të kontrolluar presionin e lartë të gjakut. Bananet ju japin energji, pa yndyra dhe kolesterol. Bananet përmbajnë 3 sheqerna natyrale, saharoz, fruktoz dhe njëkohësisht glukoz, duke ju dhënë juve një burim energjie, pa yndyrë dhe kolesterol. Si e tillë, bananet janë ideale veçanërisht për fëmijët, veçanërisht për sportistët, sidomos për mëngjes si një meze e lehtë në mesditë ose para dhe pas sportit. Prandaj gjithmonë siguroni që të përfshini bananën në regjimin tuaj ushqimor, pasi përfitimet që ju do të keni janë me të vërtetë të larta. Sigurisht, bananet mbeten një nga frutat më të shëndetshëm, si edhe për të mbrojtur shëndetin e zemrës, për të ulur rrezikun e sëmundjeve të këqija, për të mbajtur nën kontroll presionin e shëndetshëm të gjakut, si edhe për të rritur nivelin e përditshëm të kaliumit. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.